Lodhi masakra ditën e djeshme, i atek është vendosur edhe tufa me lule nga e gjithë trupa gjykuese që kanë qenë të pranishëm që herët sot në mëngjes, ndërkohë që të gjitha gjyqet që ishin vendosur se do të kryeshin ditën e sotme janë pezulluar. Mirë, do të ecim më tej me një tjetër informacion duke mbetur tek e njëjta temë. Familjarët e gjyqtarit të ndjerë Astrid Kalaja presin sot ngushëllime, ndërsa nesër do të zhvillohen homazhe në nder të tij në Pallatin e Kongreseve. Për këtë do të lidhem me kolegun Osman Stafa për të na dhënë më tepër informacione. Osman, të përshëndes. Përshëndetje Nisida, atëhere aktualisht në rrugën e Durrësit në një prej shtëpive funerale janë duke u zhvilluar aktualisht pra ngushëllime që të afërm bashkëpunëtor, koleg të ndjerit Astrid Kalaja, gjyqtarit, pra janë duke dhënë familjarëve të tij. Pra është një situatë e vështirë disi duke qenë se ka një prezencë shumë të madhe të njerëzve të cilët kanë mbërritur në këtë shtëpi funerale për t'i dhënë lamtumirën e fundit të ndjerit Astrid Kalaja, i cili ditën e djeshme u qullua në sallën e gjyqit teksa ishte duke zhvilluar një seancë gjyqësore. Të paktën kjo është situata e publikuar dhe raportuar gjërësisht nga media, por e faktuar edhe nga policia e shtetit me deklaratat e saj, ndërkohë që ditën e sotme nga ora 10 deri në orën 13:00 pritet që familjarët të presin ngushëllim pra tek kjo shtëpi funerale ndodhur në rrugën e Durrësit, sikundër edhe gjatë orës 16 pasdite deri në orën 20, ndërkohë homazhet pritet që të zhvillohen ditën e nesërme, datë 8 tetor, nga ora 9 deri në orën 11 në ambientet e Pallatit të Kongreseve në Tiranë, dhe më pas vizitat në qytetin e Shkodrës priten në shtëpinë funerale Bushati ditën e mërkurë datë 8 tetor 2025 prej orës 14 deri në orën 16, ndërkohë parcielja për në banesën e fundit do të bëhet në orën 16:00 në Stom Golem në Shkodër. Të paktën ky është njoftimi që ka bërë familja e të ndjerit pra Astrid Kalaja, gjyqtarit prej më shumë se 3 dekada në sistemin gjyqësor shqiptar, ku ditën e sotme gjithashtu kanë vijuar reagimet e shumta, ndërkohë që vetë gjykata e apelit ditën e sotme nuk ka zhvilluar asnjë lloj aktiviteti të saj, sikundër ka ulur në gjysmështisë flamurin e saj. Ndërkohë po ashtu ka pasur edhe reagime dhe ndër më të fundit është ai i ambasadës britanike në Tiranë, ku deklarohet se jemi thellësisht të pikëlluar nga vdekja tragjike e gjyqtarit Astrid Kalaje. Ngushëllimet tona shkojnë për familjen, miq dhe kolegët e tij, dënojmë fuqishëm aktin e dhunës dhe bëjmë thirrje për masa urgjente për të garantuar sigurinë e gjyqtarëve dhe integritetin e gjykatave. Ndërkohë do të shkojmë tashmë duke qenë se do të ketë një deklaratë. Po? Jemi drejt për drejt në Osman Stafën, të nderuar shikues, janë familjarë të njohur që kryejnë ngushëllime tek familja e gjyqtarit të ndjerë Astrid Kalaja. Presim pak sepse do të ketë një komunikim për media. Avokate? Juve ju duhet dhe emri, se ju e nxjerrni me Unil Lika, po. Në ngjarje e ditës djeshme na ka tronditur pa diskutim çdo qytetar shqiptar, sidomos ne që jemi dhe pjesë të sistemit të drejtësisë, duke qenë avokate, isha në prani të gjykatës së apelit për të zhvilluar procesin tim gjyqësor. Isha në hapësirën e gjykatës dhe isha në pritje të më thërrisnin për procesin gjyqësor që kisha në orën rreth orës 2, por kishte një vonesë. Në fakt të humbasi një gjyqtar jetën teksa jep vendimin në emër të Republikës së Shqipërisë është një akt i paprecedent dhe është një dëshmi e qartë në fakt që shteti i së drejtës nuk funksionon dhe
institucionet po ashtu e kanë humbur qëllimin e tyre. Ditën e djeshme nga ngjarja me që keni qenë në ambientet. Jo, unë thjesht pash atë pra trembjen që ndodhi në ambientet e gjykatës dhe ne u grumbulluam në një hapësirë në hollin ku ne avokatët presim për të hyrë në sallat e gjyqit. Pata autorin? Jo, nuk pash asgjë, pasi gjendja ishte shumë tronditse dhe ne thjesht në momentin që u kriju i gjithë paniku u mblodhëm në një ambient për të qenë sa më të sigurt, por ngjarja e ditës së djeshme realisht dëshmon që shteti i drejtës nuk funksionon dhe që të vritet një gjyqtar mes sallës së gjyqit është një akt i paprecedent. Çdo qytetar me të drejtën e tij tashmë nga kjo ngjarje që ka ndodhur mund të humbasi besimin me të drejtë në institucionet shtetërore dhe të shtetit të së drejtës. Urdhroni? Çfarë nuk ka funksionuar ditën e djeshme sipas jush me që jeni? Nuk pash asgjë, nuk isha e pranishme në ambientin e brendshëm të gjykatës. Siguria absolutisht është një çështje që kërkon një emergjencë tashmë, edhe më përpara nuk duhet prisnim të ndodhte ky akt kaq makabër ndaj një profesionisti, ndaj një gjyqtari, ndaj një funksionari të shtetit. Pra siguria në ambiente të tilla është pothuajse zero. Në gjykatat e rrethit dhe në gjykatën e apelit siguria është zero. Edhe në gjykatat e rretheve është Patjetër është e njëjta situatë. E vetmja godim që ka një siguri, le të themi mund të jetë gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, deri diku dhe gjykata e lartë, ndërsa gjykata e shkallës parë dhe apelit absolutisht gjyqtar, prokuror dhe avokat, patjetër që po kemi të bëjmë pikërisht në këtë vend jetojmë, këta janë qytetarët, pasiguria është për të gjithë, jo vetëm për gjyqtarët, edhe për avokatët, edhe për prokurorët, për gjithë funksionarët e drejtësisë. Ngushëllime familjes, Zoti i dhënë forcë për të përballuar humbjen e madhe. Emri juaj? Brunilda Lika, avokate. Faleminderit. Ti ka qenë, po, e kemi ndjekur për ta përmbyllur bashkë Osman? Po. Atëre homazhet pra të cilat pritet zhvillohen nesër, të paktën pritet që të ketë edhe një pra numër më të madh funksionarëve shtetëror, duke qenë se ditën e sotme kanë qenë vetëm anëtarë të kolegët të tij në gjykatën e apelit të shkallës parë, po ashtu sikundër edhe gjykata e lartë, KLP, KLG, pra institucionet e drejtësisë, kolegët të tij kanë qenë të pranishëm ditën e sotme për të dhënë ngushëllimet e tyre familjarëve të ndjerit Astrid Kalaja. Faleminderit Osman për informacionet.